Zgjedhjet nuk janë zgjidhje, thoni ju, megjithatë Kosova do të shkojë drejt zgjedhjeve, zoti Bytyqi, por para se të ndalemi pikërisht te kjo se çfarë do ndodh, si u duken qëndrimet që ka pasur opozita, duke thënë se lëvizja vetëvendosje nuk mund t'i mbajë të gjitha pushtetet, qeverinë, kuvendin dhe tashmë edhe presidencën. Pra, a kemi le të themi qëndrimet që kanë një bazë, një argumente dhe nga ana opozitës për sjelljen e tyre, nga ana tjetër lëvizja vetëvendosje shprehet që i ka dhënë pra dy kandidatet e veta, por nuk ka pasur bashkëpunimin e opozitës nga ana vet. Ka një problem. Është ndryshe retorika dhe ndryshe është veprimi politik. Sigurisht që Albin Kurti ka tentuar deri në momentin e fundit që ta ketë edhe ai presidentin e Republikës, do më thënë mazhoranca e tij. Është një drejtë legjitime kjo, një kërkesë legjitime e tij, sepse vetëvendosja dhe koalicioni i saj kanë fituar. Mirë, me sa duket kemi një problem teknik, na ndihmon regjia derisa ta zgjidhim për të vjuar absolutisht bisedën me zotin Bytyqi sa i përket ngërshit politik ose në fakt një situate jo fort të qëndrueshme politike në Kosovë, ku tashmë vendi do duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të reja në një afat pak më shumë se një muaj. Po, zoti Bytyqi, për ta vjuar logjikën tuaj? Realiteti është se Albin Kurti thash ka synuar ta ketë presidentin e vendit. Për këtë arsye i ka dhënë partive opozitare kryetarin e parlamentit, zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri. Por partitë opozitare, si Partia Demokratike, ashtu dhe Lidhja Demokratike, nuk i kanë pranuar të ofertë Albin Kurti. Për pasojë që në momentin që kryeministri ka ofruar disa pozicione në qeveri dhe kryetarin e parlamentit, nuk justifikohet akuza sipas cilës kryeministri kërkon që të ketë në dorën e tij të gjitha